Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje, selam aleikum. Ja ku jemi së bashku sërish edhe këtë të premtë, si çdo të premtë tjetër, duke filluar nga ora 20. Z Podcast vjet tek ju në rrjetet sociale, Bashkia Islame e Kosovës në YouTube dhe Z Podcast në Facebook. Edhe këtë javë kemi menduar të sjellim diçka nga temat më interesante dashur, me që do flasim për trashëgimin, se çfarë është trashëgimia, ka lloje, sa praktikohet, kur duhet zbatohet, e shumë gjëra të tjera në lidhje me trashëgimin. Me ne në studio, koordinatori i Medreses Alaudin në Prizren, profesor Almedin Ejupi. Profesor, mirëserdhët. Mirësevgjet, faleminderit për ftesën. E më ndërqofshi. Profesor, përpara se tim të koncepti i vetë temës, pse dim pak, pse ka pak shpjegues themi në lidhje me këtë temë? Është se nuk zbatohet, se nuk ka profesionist, apo çfarë? Çështja e trashëgimisë fillimisht duhet themi se është një kapitull në kuadër të fikut islam, legjislacionit islam. Në fillet e para, madje dhe shkrimet, punimet, këto kapituj janë trajtuar në kuadër të fikut islam, mirë po për shkak të rëndësisë së kësaj disipline, në shekujt më vonë kemi punime, libra të veçantë, prandaj është me të drejtë themi se është pavarësuar si shkencë. Në të kaluarën e hershme, këto norma, dispozita cilat i ka përcaktuar vetë Zoti i Madhrishëm në Kur'an, sigurisht që janë praktikuar si çdo normë dhe çdo dispozit tjetër. Mirë për me kalimin e kohës, nëse flasim në aktualitetin tonë dhe në shoqërinë shqiptare, fatkeqësisht mund themi se dispozita dhe norma tjera, namazi, agjerimi, zakati, haxhi, elhamdulillah në mas të madhe praktikohen nga besimtarët islam, mirë po ja që tek çështja e trashëgimisë qalojmë. Arsyet mund të jenë nga më të ndryshme. Në të kaluarën një pjesë e hoxhallarëve tanë të vjetër janë marrë me këtë disiplinë dhe i kanë sqaruar normat dhe dispozitat. Mirë po edhe në kohën tonë kemi mirë po numri i hoxhallarëve të cilët merren me këtë disiplinë është i pakt. Pastaj me që trashëgimia ndërlidhet me pasurinë dhe lakmia e njerëzve lakmon për pasuri, prandaj mundohet në forma tjera që nuk i përshtatet ndonjëherë dhe nuk e praktikon këtë pjesë të Qëndron ajo që norma. thuhet në popullin ton, pjesëtarët e popullit ton shqiptarët mos i prek në xhep, në pjesën tjetër thuaj çfarë të duash. Sigurisht, Ndërlidhet me pikrisht për këtë arsye, me që çështja e trashëgimisë është çështje mjaft e ndjeshme. Është interesant fakti ta e përmendem edhe këtë se vetë Allahu i Madhrishëm ka marrë përsipër sqarimin e normave, dispozitave të trashëgimisë. Për vetë faktin se njeriu po t'i lihet në dorë njeriut, ndoshta nga lakmia, nga ndjenjet e papërmbajtura, do t'i jepte dikujt trashëgimi më tepër, e ka në simpati, ndoshta do t'i jepte më tepër, apo për ndonjë x arsye mund ta e privoj edhe dikë nga trashëgimia dhe kësaj t'i bëj padrejtësi. Prandaj Allahu i Madhrishëm vet ka marrë përsipër sqarimin e normave dhe dispozitave të trashëgimisë. Pra kemi ajete që flasin për trashëgimin. Sigurisht, duke mos i lënë as vet pejgamberit alayhis salam. Ja po për në një shembull konkret çështjen e namazit dhe të agjerimit. Në formë gjenerale Zoti i Madhrishëm ka përmendur faljen e namazit. Pastaj pejgamberi alayhis salam në formën praktike na ka mësuar si të falemi, si të agjerojmë, dispozita tjera merrni nga normat e haxhit, për dallim nga trashëgimia. Janë 3-4 ajete në surën An-Nisa, ajeti 11-12 dhe ajeti i fundit i surës Nisa që në formë përmbledhur vetë Zoti i Madhrishëm ka sqaruar se kush janë trashëgimtarët e ligjshëm dhe sa trashëgojnë. Ka përmendur me detaje jo sikur namazi. Po pra,
Profesor, të ndalim edhe te koncepti, ta dim përpara se flasim, ta dim se për çka po flasim. Trashëgimia është fjala për pasurinë që lë i vdekuri apo që i mirët pasi të vdes edhe nëse nuk e ka lënë, është fjala për dhuratën që lihet edhe nëse nuk ka ndruar jetë apo çfarë hyn te trashëgimia. Në konceptin islam, me trashëgimi nënkuptojmë pasurinë që lë i vdekuri, që lë personi pas vdekjes tij. Pra, ajo pasuri, ajo trashëgimi që lë pas vdekjes, ajo llogaritet trashëgimi. Që e lë me dëshirë apo që lihet që ka lënë pasuri edhe nëse nuk e ka nënshkruar jo detyrimisht. Që e lë, nuk nënkuptohet që paraprakisht ju ka caktuar kuota ose hise. Do thotë atë çfarë trashëgoj në momentin që vdes personi, pasurinë, trashëgimin që lë, ajo quhet trashëgimi. Dhe jo gjatë jetës ti që ka një pasuri caktuar. Ajo mund të jetë dhurat, mund të jetë pasuri tjetër. Prandaj këtu edhe të drejtat që i gëzonte njeriu gjatë jetës tij, ato nuk trashëgon. Po e zëm vendin e punës, kjo nuk është rregulluar vetëm me norma dhe rregullore islame, mirë po është ligj dhe normë ndërkombëtare që të drejtat si vendi i punës nuk trashëgohen nga tjerat. Pra bëhet fjalë për pasurinë që lë personi pas vdekjes. Disa vende pune. Disa vende pune nuk trashëgohen. Okej. Profesor, trashëgimi ka edhe në forma të pashkruar ose të shkruara në formë të traditave të popujve të ndryshëm. Çka e karakterizon trashëgimin islame në këtë rast prej këtyre tjerave? Është interesant fakti të përmendim se sistemi islamit trashëgimisë është një sistem nga të gjitha sistemet tjera, një sistem i përkryer, një sistem i përsosur për vetë faktin se buron nga ai që është i përsosuri, nga Allahu i Madhërisëm. Sikur e përmenda edhe pak më parë. Si karakteristikë dhe veçori të parë mund të përmendim faktin se Zoti i Madhërisëm ka marrë përsipër sqarimin e normave dhe detajeve tjera se kujt sa i takon. Pastaj një veçori tjetër, një karakteristikë tjetër e sistemit islam trashëgimisë e merr për bazë nevojën e atyre që trashëgojnë pasurinë, prandaj në bazë nevojës edhe u jep sasinë e caktuar. Po marrim një shembull konkret. Djali dhe vajza. Nëse ka një djalë dhe një vajzë, atëherë po të shikojmë obligimet, përgjegjësitë dhe rolin e secilit prej tyre, atëherë feja islame i ka dhënë djalit dy fishin e asaj që trashëgon vajza e të vdekurit. Pra, themi djalit dhe jo në përgjithësi, sepse Islami nuk bën dallim në mes të faktori i feminitetit dhe burrisë nuk ndikon në ndarjen e trashëgimisë. Mirë po është nevoja. Po e zëm, një shembull tjetër. Ka vdekur personi dhe ka lënë një djalë dhe baban. Edhe babai trashëgon nga djali i vdekur, mirë po edhe djali i të vdekurit. Mirë po babait në këtë rast i është përcaktuar 1/6 e pasurisë, ndërsa djalit çfarë t'i ngelet. Babai është ka fundi jetës tij dhe shpenzimet, nevojat për të janë më të pakta, përderisa djali është në fillim të jetës tij, ka inshallah jetë të gjatë dhe ka nevojë për pasuri. Një karakteristikë veçori tjetër e sistemit islam trashëgimisë është se këtë e gjejmë vetëm në fenë islame. Janë përcaktuar kuotat, gjysma, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 2/3, dhe nuk e hasim në asnjë sistem tjetër të trashëgimisë. Pastaj, Islami mundohet që trashëgimin ta e shpërndaj tek numri më i madh i trashëgimtarëve. Mos grumbullohet pasuria vetëm tek një person i vetëm, themi djali i madh e trashëgon pasurinë, ndërsa të tjerët privohen. Prandaj, qëllimi është që gjithë të marrin sigurisht në bazë të kuotës dhe drejtës që u takon. Pastaj lidhja martesore,
martesën e ligjshme e ka bërë prej shkaqeve të trashëgimisë, kështu që bashkëshorti trashëgon nga bashkëshortja dhe anasjelltas kësaj ruhet edhe shenjtëria e kësaj lidhje martesore në mes të çiftit bashkëshortor. Këto në vijat disa prej karakteristikave të sistemit islam të trashëgimisë. Po, çfarë nëse përmendet bashkëshortin nëse pasuria është ligjërisht e të dy partnerëve, si bëhet ndarja? A ka hapësirë në bazë të rrethanave në vendin ku jetojmë? A ka hapësirë boshllëk juridik që të praktikojmë trashëgimin islame? Apo është në vullnetin e varet krejt nga vullneti i trashëgues lëndësit? Pasuria të cilën e kanë fituar të dytë bashkë, po e them kanë një biznes të përbashkët, atëherë varësisht nga përqindja si janë marrë vesh paraprakisht, është edhe përqindja se si duhet ta ndajnë atë pasuri. Mirë po në momentin kur nëse njëri prej tyre vdes, po e zëm bashkëshorti vdes edhe lë pas bashkëshortën, atë shikohet a e ka lënë a është trashëgimtare vetëm bashkëshortja apo ka edhe pasardhës. Nëse ka lënë bashkëshortën dhe pasardhës, atëherë bashkëshortës nga totali i trashëgimisë bashkëshortit saj, asaj i takon 1/8. Ndërsa pjesa tjetër ku shpërndahet trashëgimtarëve tjerë. Mirë po nëse bashkëshorti nuk ka lënë pasardhës, mirë po bashkëshortën, edhe trashëgimtar tjerë po e zëm në baban apo vëllezër, atëherë bashkëshortës i takon 1/4 nga trashëgimia e burrit. Ndërsa pjesa tjetër që përmendet pjesët që kanë fituar, atëherë ajo është si janë marrë vesh paraprakisht në bazë të përqindjeve të tyre të përcaktuara. Praktikohet kjo në shoqërinë demokratike, themi këtu. Jemi të obliguar të ndjekim udhëzimet juridike demokratike apo kemi vullnet që edhe këtë formë që ju përmendni? Në vendin ku jetojmë në Kosovën, tonë kemi ligjin mbi familjen dhe në kuadër të këtij ligji është përcaktuar edhe trashëgimia. Janë përcaktuar rregullat, dispozitat dhe një pjesë e këtyre ligjeve, do thotë edhe ligji mbi familjen parashet që nëse ka një lloj marrëveshje paraprake në mes të trashëgimtarëve, atëherë edhe ky ligj e pranon atë. Prandaj ka hapësirë që aplikohet edhe kjo formë, kjo mënyrë e ndarjes trashëgimisë, se a praktikohet apo jo. Tani nuk mund përmend me e rëndësishme është që ka hapësirë. Ka sigurisht që ka në mas të madhe dhe njerëz besimtar aty këtu ko pas kohë vinë, interesohen, pyesin për mënyrën e ndarjes së trashëgimisë sipas ligjit islam, sipas asaj që ka përcaktuar Zoti i Madhrishëm, në mënyrë që mos t'i hyjnë në hak asnjërit. Ta thjeshtojmë dhe ta praktikojmë në nivel të përditshëm. Kam një rast unë që duhet të di më shumë rreth trashëgimisë, jam në një zonë rurale, atje në një fshat të thellë. Kënd ta pyes si të orientohem, që ta di se si shkon procedura e trashëgimisë, si duhet bërë ndarja e kështu me radhë. Në rastin konkret, po them, besimtarët tanë mund të orientohen në këshillat e bashkësive islame në zonët ku gravitojnë. Pastaj, po them, jam unë njëri prej atyre hoxhallarëve që merrem, mirë po kam edhe kolegë të tjerë që merren me ndarjen e trashëgimisë sipas ligjeve islame. Prandaj fillimisht besimtarët e tillë mund paraqiten në këshillat e bashkësive islame ku gravitojnë, pastaj përmes kontakteve të ndryshme mund të zgjidhim këtë problematikë, sepse fakt pasuria është diçka shumë e ndjeshme dhe kemi fatkeqësisht në momentin kur vdes njeriu, shpërbërje të familjeve, kemi urrejtje mes trashëgimtarëve,
Çka nëse nuk e ndajnë pasurinë në formën e trashëgimisë, çysh e parashë Islami? Cilat Prandaj janë pasojat? pasojat janë tilla. Pra këto janë pasojat, vetëm disa prej pasojave të cilat mund përmendim nëse nuk aplikohet ligji apo forma të cilën e ka përcaktuar Zoti i Madhrishëm. Kemi shpërbërjet familjeve, konflikte, shkputjet e lidhjeve familjare. Prandaj, po të zbatohej ajo çfarë ka përcaktuar Zoti i Madhrishëm, sepse ai i cili ka përcaktuar këto norma dhe dispozita është i urti, është i gjithdituri. I urti në atë çfarë është më e dobishme për robërit e vet, për krijeset e vet. Prandaj ai di çfarë është më e përshtatshme. Prandaj po të zbatohej ky ligj, atëherë nuk do të kishim këto pasoja, po ashtu besimtari gjithnjë duhet të ketë parasysh faktin se nuk duhet të jetë pasuria shkak për shkputjen e lidhjeve familjare, sepse ashtu siç e trashëgojmë këtë pasuri, nga i vdekuri vjen koha, vjen një ditë që edhe ne trashëgimtar do t'u alëm të tjerëve. Prandaj nuk jemi gjithnjë të përhershëm në jetën e kësaj bote, nuk duhet të jetë pasuria shkak për prishjen e harmonisë familjare dhe nuk ka sistem në botë sikur Islami që përkujdeset për harmoninë familjare, për ruajtjen e lidhjeve familjare dhe farefisnore në mes të besimtarëve. Profesor, përmendet kur një person ndron jetë apo vdes. Njëra prej procedurave është pasi që vdes një person brenda 2 javësh në zyrat komunale institucionale duhet paraqitet kështu. Ka edhe diçka të tillë edhe në trashëgimin islame, duhet paravarrosjes ka ndonjë kohë të caktuar. Me që polemikat po fillua kanë me njëherë pas... Në momentin që vdes personi, përpara se të ndahet trashëgimia e tij në legjislacion islam janë të ndërlidhura disa të drejta. Nuk ndahet me njërë pasuria dhe shikohet kush janë trashëgimtarët. Mirë po fillimisht shikohet nga shpenzimet, nga pasuria që ka lënë, hiqen shpenzimet e varrimit të tij. Duhet varrose, sepse kjo është një e drejtë e tij. Hiqen shpenzimet e varrimit, pastrimit, qefinosjet dhe pra pa shpenzuar në mënyrë enorme, mirë po edhe pa kursyer, pra një shpenzim mesatar. Kjo është e drejta e parë. Pastaj shikohet a ka lënë ndonjë borxh. Duhet i shlyhen borxhet. Dhe këtu borxhet klasifikohen në 2 lloje, në 2 grupe. Kemi borxhet ndaj Zotit, ka lënë zakatin pa paguar. Ka qenë i smur kohët e fundit gjatë jetës tij dhe nuk ka agjëruar, ka ndonjë kefaret. Prandaj nga trashëgimia e tij duhet të hiqen këto shpenzime dhe të shlyhen borxhet. Ose ka edhe ndonjë borxh ndaj ndonjë personi fizik, ka një shumë caktuar edhe shlyhen edhe borxhet ndaj tij. Çështja pas kësaj mbetet a ka lënë ndonjë testament. Testamenti është një e drejtë e secilit që Zoti i Madhrishëm gjatë jetës së njerit i ka lënë mundësinë që maksimum 1/3 e pasurisë përgjithshme të veproj, të ketë liri veprimi dhe mund bëj bamirësi me këtë pasuri. Pra sidomos nëse ka trashëgimi, pjesa e trashëgimisë është e shumtë dhe trashëgimtarët janë të pasur, atëherë do të ishte mirë që me një pjesë, 1/4, 1/5, e kështu me radhë që të lë dhe të bëj bamirësi. Pasi të shlyhen, të hiqen këto të drejta të cilat i përmendëm, atëherë shikohet pjesa e mbetur e trashëgimisë. Edhe shikohen kush janë trashëgimtarët e gjallë në momentin kur ka vdekur ky person. Pra trashëgimtarët më të afër, njerëzit e afër të gjakut të tij, shikohen kush janë edhe në bazë të asaj siç ka përcaktuar Zoti, pasuria, pjesa e mbetur u ndahet atyre. Përmendet bashkëshortën, vajzën dhe djalin, apo djemt dhe vajzat. Përfshihet dikush tjetër apo janë këta 3 kategoritë që përfitojnë nga trashëgimia? Nëse krahas këtyre, po e them, ka vdekur bashkëshorti, ka lënë bashkëshortën, djalin, vajzën, ka lënë
baban edhe nënën gjallë, po e zë. I vdekuri ka lënë baban edhe nënën gjallë, bashkëshortën, vajzën dhe djalin. Këta janë trashëgimtar që u takon pjesa e trashëgimisë tij. Ka lënë vëllezërit, axhallarët. Ata janë radha më e largët e trashëgimtarëve dhe privohen, nuk u takon asgjë, përveç këtyre që i përmendëm. Atëherë secili prej këtyre në bazë të kuotës përcaktuar. Sa janë kuotat në përgjithësi? Ja, po e zëm në rastin konkret, nëse ka vdekur dhe ka lënë bashkëshortën, baban, nënën, një djalë dhe një vajzë. Në këtë rast, bashkëshortës i takon 1/8 e trashëgimisë për faktin se ka lënë trashëgimtar i vdekuri. Babait, Nëse jo, 1/4. okay. Ka lënë baban edhe nënën, të dyve u takon nga 1/6, Okay. edhe babait 1/6, edhe nënës 1/6, ndërsa pjesa tjetër, pasi u ndahet këtyre, e tërë pasuria u takon djalit dhe vajzës. Djalit 2 fishin, ndërsa 2 hise, ndërsa vajzës 1. Pse? Është kjo duket sikur padrejtësi, profesor. Janë të 2 fëmijët, vajzës 1, djalit 2. Bukur. Atër pikrisht këtu kemi edhe akuza dhe nga jo dashamir të islamit, të cilët Po i shtypni vajzat. po i shtypni vajzat, gratë në islam nuk ka të drejta. Përpara se të përgjigjem në këtë pyetje, do doja që vetëm shkurtimisht të hedh një historik të shkurtër, cila ishte gjendja e femrës përpara se të vinte Islami. Edhe në shoqëritë e hershme, femra ka qenë gjithnjë e shtypur, e përbuzur. Edhe tek sistemi, tek civilizimi persian apo romak, femrës nuk i kanë dhënë as trashëgimi, po ashtu edhe arabët në kohën e ignorancës përpara se shpallej Kurani. Po ashtu edhe në legjislacionet edhe më bashkohore. Tek vonë kanë filluar që femrës të japin të drejtat, po edhe sipas të drejtës zakonore shqiptare. Femra nuk ka të drejtë të trashëgoj as në shtëpi të burrit saj dhe as në shtëpinë e babait saj. Mirë, po erdhi Islami dhe e caktoi kuotën që i takon. Islami nuk bën dallim në mes të feminitetit dhe burrisë në këtë rast. Mirë, po sikur që përmendëm edhe pak më parë në bazë të nevojës. Prandaj, Islami ka përcaktuar 2 hise për djalin dhe 1 për vajzën. Ky është i vetmi rast dhe jo në përgjithësi. Kemi situata kur femra mund të marrë më shumë se sa mashkulli, varësisht nga situatat. Ka dhe raste të tilla. Sigurisht. Okay. Ky është djali 2 hise dhe vajzës 1 është vetëm një rast prej 24 rasteve të mundshme. Prandaj, për shkak të përgjegjësive, obligimeve që ka, sipas mësimeve islame, për një vajzë të pamartuar, babaja ka për detyrë të përkujdeset për të edhe në aspektin material, edhe të furnizimit dhe çdo gjë tjetër derisa të martohet. Në momentin që martohet, ky obligim shkon tek bashkëshorti i saj, pavarësisht se sa e pasur mund të jetë ajo. Prandaj gjykata e obligon bashkëshortin që të përkujdeset për gruan e tij, sa do e pasur të jetë ajo. Për dallim prej djalit në këtë situatë, ai po e zëm, ka lënë 3.000 euro, 2.000 i takojnë djalit dhe 1.000 vajzës. Djali me këto 2.000 duhet, në momentin kur planifikon të martohet, një pjesë nga ajo që të jap një pjesë edhe bashkëshortës, dhuratë martesore, të përgatis kushtet dhe rrethanat për një martesë. Prandaj po të shikojmë me logjikën e numrave, del që femra vajza në këtë situatë është privilegjuar. Pastaj, edhe një shembull konkret mund të përmendim, po e zëm baba, ka fundi jetës tij dhe është i shtyrë në moshë. Ka një djalë dhe një vajzë, të dy të martuar. Djalit i ka dhënë 2 hise, vajzës 1. Ka nevojë për përkujdesje. Ku do të shkojë babai?
tek vajza e martuar, tek dhëndri, ku do të ndihej më krenar, më fisnik, tek djali apo tek vajza, sigurisht tek djali. Prandaj këto dhe arsye tjera bëjnë që Islami i ka dhënë djalit 2 hise dhe vajzës 1, mirë po jo në gjitha situatat e tjera, nuk është në pyetje gjinia këtu. Mirë po, Islami është një sistem i drejtë, barazon ndërmjet mashkullit dhe femrës aty ku barazia është e pranueshme, është e logjikshme, dhe bën dallim aty ku dallimi është i logjikshëm dhe i pranuar. Profesor, se ishini krahasimin me praktikimin e zakonshëm tek populli, ku hisës femrës nuk i lihet hise për arsye se përdoret justifikimi sepse ajo do shkoj tek burri në këtë rast dhe momentin kur personi e di ku do të shkoj nuk i dhimbset pasuria pse pjale vajzës, por pse do t'ja konsumoj bashkëshorti i saj dhëndrin në këtë rast. Dhe rrjedhimisht vjen deri tek ajo ku nuk i lihet pra trashëgimi fare vajzës. Ky është fatkeqësisht një koncept i gabuar. Po them Islami nuk janë këto mësimet e Islamit. Islami na mëson që t'i japim ashtu siç ka përcaktuar Zoti. Hisën t'i ja japim asaj. Mirë po pastaj ajo me vetë dëshirë, po e me vullnetin e saj të lirë, porosia ime do të ishte që vajzat në këtë rast të marrin hise e pastaj e zotrojnë dhe pastaj mund t'i bëjnë dhuratë vllait apo dikujt tjetër. Prandaj ky është koncepti i gabuar që mos t'i lejmë vajzës sepse po e konsumon atë dikush tjetër. Prandaj Islami ka dhënë dhe duhet të kërkojnë vajzat trashëgimin në mënyrë islame. Pse jo, është një e drejtë parsore e tyre dhe duhet ta kërkojnë atë. Zoti i Madhreshëm u ka dhënë dhe është një e drejtë e tyre. Profesor, a ka hapësira kur ndryshojnë këto kuotat? Kam 2 fëmijë meshkuj në këtë rast, të mos e përzim, dhe njëri e dim botërisht që do t'i shfrytëzoj këtë pasurinë për gjëra të ndaluara, për gjërat jo të mira, dhe tjetri do t'i adresoj në vendin e duhur sipas gjitha parametrave. Ose njëri është më i sëmur, tjetri nuk është. Ka hapësirë kështu për të ndryshuar numrat, mirët parasysh ndonjë rrethan tjetër? Përderisa personi është i gjallë, është në jetë. Atëherë me një pjesë të pasurisë tij mund të bëj dhuratë, përderisa është në jetë, mund të bëj dhuratë fëmijëve të tij, ka liri veprimi. Mirë po do të ishte mirë edhe në këtë rast që të tregohet i barabartë edhe i drejtë mes gjithëve, mes gjithë fëmijëve të tij. Mirë po, në momentin, po e zëm nëse ndonjë fëmijë është i paralizuar, është i smur dhe ka arsye, atëherë nuk ka asnjë lloj problemi që babait po tipet më shumë gjatë jetës. Okay. Gjatë jetës, përderisa është gjallë, ta e privilegjoj në mënyrë që të mundohet të ruaj edhe harmoninë familjare, edhe me trashëgimtarët, edhe me fëmijë tjerë që t'ua tregoj arsyen pse po e privilegjoj një fëmijë të tillë. Ndërsa në momentin nëse këtë nuk e ka përcaktuar gjatë jetës tij dhe mbetet pas vdekjes, atëherë të gjithë janë të barabartë. Po e zëm i ka 2 djem dhe nuk ka ndonjë trashëgimtar tjetër, atëherë trashëgimia ndahet në mënyrë të barabartë të 2 trashëgimtarëve në këtë rast. Ka raste kur mund t'i lihet më shumë se kuota e parapar, qoftë në formë dhurate, qoftë në formë sa i përket dhuratës, lihet paraprakisht në testament, për shembull. Në testament, nëse testamenti dhe trashëgimia edhe pse në Islam po flas edhe pse kanë aspektet përbashkëta, mirë po kanë edhe dallime. Aspekti përbashkues i tyre është se secila edhe trashëgimia edhe testamenti zbatohen pas vdekjes së personit, lënësit të testamentit. Nëse i lët testament dikujt, atëherë nuk duhet i lët trashëgimtarëve, ata që kanë hise. Trashëgimtarëve nuk u lihet testament. Mirë po me testament mund të lët ndonjë të afërmi që nuk është trashëgimtar.
dhe sikur që thash edhe pak më parë, ka liri veprimi në 1/3 e pasurisë maksimumin, duke u bazuar në një thënie të pejgamberit ton Muhamedit alayhis salatu wassalam, i cili e kishte vizituar Saad ibn Abi Waqqasin, Allahu qoftë i kënaqur me të, përderisa ishte i smur dhe Saadi thotë: "O i dërguari i Allahut, unë siç po e sheh, më është afruar, pra jam i smur dhe kam shumë pasuri. Trashëgimtare kam vetëm një vajzë të vetme, edhe cila edhe ajo është e pasur. Atë lë testament tërë pasurinë time." Pejgamberi alayhis salam i tha jo. Atëherë Saadi tha po gjysmën? Tha jo, as gjysmën. 2/3? Jo. 1/3? Tha lëre 1/3, madje edhe ajo është shumë. Prandaj nga këtu preferohet që të lihet më pak se 1/3. Dhe pejgamberi alayhis salam i thot: "Ti lësh trashëgimtarët e tu të pasur, është më mirë se sa ti lësh të bësh bamirësi në testament dikujt tjetër dhe trashëgimtarëve të mos u mbetet ose kuota e pakt. Kështu që trashëgimtarët të detyrohen të kërkojnë të lypin njerëzve a u japin apo jo. Prandaj në momentin kur ka pasuni, është mirë që me një pjesë të saj të bëjë ndonjë bamirësi, ndërsa pjesën më të madhe t'u lë trashëgimtarëve, njerëzve të gjakut të tij që të përfitojnë nga trashëgimi i tij. Profesor, praktikohet edhe një metodë tonë se jo e shpesht në rast se nuk ka trashëgimtar fëmijë dhe i takon bashkëshortës apo vëllezërve, sepse praktikohet e kundërta, me që s'ka fëmijë, gruas nuk i takon dhe trashëgimin ja marrin vëllezrit. Ka raste edhe të caktuara tek populli. Në momentin kur vdes personi dhe lë bashkëshortën edhe vëllezrit, atëherë bashkëshortës, sipas parimit të mëhershëm që përmendëm, i takon 1/4 e pasurisë, ndërsa pjesa tjetër, 3/4 u takojnë vëllezërve të ndjerit. Mirë po 1/4 është e drejtë e saj dhe nuk duhet të privohet. Në momentin që i merret asaj dhe privohet nga trashëgimia, padyshim se i bëhet një padrejtësi. Prandaj është hak, është e drejtë e saj që të përfitojë nga trashëgimia e bashkëshortit të saj. Në këtë rast 1/4. Profesor, është temë e gjerë ku ka dëgzime, rjetëzime, pyetje, ndoshta me qindra, por ne me kaq po mjaftohemi nëse nuk kemi harruar dhe diçka të rëndësishme. Por ju pyesim përfundimisht edhe për në lidhje me medresen, ku aktualisht ushtroni detyrën tuaj si koordinator. Si është medreseja Alaudin në Prizren? Medreseja ka kaluar në sfida të ndryshme qysh nga momenti i themelimit saj në vitin 1993, fillimisht nga paralelja e djemve, ndërsa në vitin 1997 edhe me paralelen e vajzave. Mirë po falë punës për kushtimit të udhëheqësve të asaj kohe, po medreseja tani me plot të drejt mund të themi se është një institucion i sigurt, një institucion i suksesshëm dhe që bazohet në punën për kushtimin e njerëzve profesionistë të gjithë në fushën e vet, të cilët merren me edukimin dhe arsimimin e nxënësve tan, ku u ofrojnë kushte jashtëzakonisht të mira për kohën rrethanën në cilën jetojmë. Nxënësit tanë janë nxënës të suksesshëm, janë pjesë aktive në shoqërinë në cilën jetojnë me aktivitetet ndryshme si në vend ashtu edhe jashtë vendit në konferencat ndryshme. Prandaj medreseja mundohet ta ruaj, të kultivoj vlerat tradicionale dhe fetare tek ta në mënyrë që të bëhen pjesëtar të ndërgjegjshëm, pjesëtar të vyeshëm dhe të shërbejnë komunitetit në cilin jetojnë. Edhe planet, kurikulat mësimore në medrese është një gërshetim në mes të shpirtërorës dhe pra lëndeve fetare ku mësohen dhe edukohen, po në anën tjetër përgatiten edhe janë të aftë që të vazhdojnë studimet e tyre në fakultetet të ndryshme si në fakultetet islame, po ashtu edhe në fakultetet
në fushat të ndryshme, nxënës suksesshëm, të aftë për tregun e punës. Profesor, faleminderit edhe një herë që keni marrë rrugë gjatë për të bërë pjesë e emisionit Z Podcast. Zoti ju nderoft. Amin, faleminderit edhe juve për ftesën. Sukses. Faleminderit. Dashur miq, është ky emisioni i radhës Z Podcast. Ne me kaq e përmbyllim duke shpresuar që të keni përfituar, të keni kaluar çaste të këndshme tërë këto minuta. E deri në takimin e radhës të premten duke filluar nga ora 20. Mos harroni Z Podcast. Natën e mirë, selam aleikum.